e martë. Dashi dita nis me nerva dhe përfundon me vendime, mos reagoni menjëherë ndaj provokimeve sepse mund të prishni një marrëdhënie që ju duhet, në punë dikush po ju teston, demi do të përballeni me një zgjedhje që e keni shtyrë prej kohësh, nuk mund ta shmangni më. Financat kërkojnë kontroll, sot nuk është dita për shpenzime të kota. Binjakët, fjalët tuaja sot kanë peshë më shumë se zakonisht. Kujdes çfarë thoni sepse mund të krijoni tension, padashje, një komunikim i papritur ndryshon të gjitha planet. Kaforja, emocionet janë të forta dhe mund t'ju bëjnë të merrni vendime impulsive. Në dashuri prisni më pak dhe vëzhgoni më shumë. Dikush nuk është aq i sinqert. Luani, sot kërkoni vëmendje, por jo gjithçka rrotullohet rreth jush. Një kritik mund t'ju godas krenarin, por është e vlefshme. Në punë tregoni më fleksibël. Virgjëresha, një detaj i vogël mund të bëhet problem i madh nëse teproni me kontrollin. Lëshoni pak dhe situata do të qetësohet. Në dashuri mos analizoni çdo gjë. Peshorja, do të detyroheni të merrni një qëndrim, nuk mund të kënaqni të gjithë sot. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë rrjedhjen në një marrëdhënie. Akrepi, energjia është e fortë, por dhe tensioni mund të përfshiheni në një konflikt që s'ju përket direkt. Zgjidhni betejat me kujdes. Shigjetari, dita sjell lëvizje dhe ndryshime të papritura. Një plan mund të prishet, por hap një mundësi më të mirë. Mos u kapni pas asaj që nuk funksionon. Britsjapi, fokusi duhet të jetë tek puna, përmendja ju shkon diku tjetër. Kujdes me gabimet nga shpërqendrimi në jetën personale, dikush kërkon më shumë nga ju. Ujori, një ide e re mund të marrë vëmendje, por duhet ta mbështesni me veprime konkrete. Në marrëdhënie dikush po pret një reagim nga ju. Peshqit, sot përballeni me një realitet që nuk përputhet me pritshmëritë tuaja. Mos u zhgënjeni, përdoreni si shtys për ndryshim. Në dashuri kërkoni qartësi.